thotë, unë e vlerësoj shumë ardhjen tuaj nga Tropoja në studion e emisionit. Po, vetë për trafyë dhe për tregu një histori të gjyshit tim. Fshatit në Volan, Komuna Voshtri, është shku 2 polis për të arrestuar në oborrin e shtëpisë. Mori pushkën e dolin për të luftuar. Edhe për sa kohë nuk e keni ditë a është i gjallë, a është i vdekur, apo ku ndodhe. Në galit të Voshtrisë, ose si quhet myshi atëherë, të Vuçiterës. Me një familje, me një burr të Nevelanit, ka fshati Nevelan, Rustem. Takoheshin të pazari, nga nga Shqipëria, a ke familje, kam familje, po jam larguar nga regjimi. Mbas disa ditësh, Rustemi merret çon familje. Për rreth 8 vite, gjyshi jetoi në familjen e Rustemit. E trajtuan në mënyrën më të mirë më. Ditën që largohet gjyshi me 20 qershor të vitit 1949, me mbylljen e kufirit edhe me shkputjen e Kosovës, tenohet me 20 vite burg dhe 15 vite internim pas burg, të cilin e cilësua me emrin Kulak, pas ikjes së gjyshit, dhe shpallë dëshmor i kombit, Hamer Zantil Sylaj. A ka pas asnjë pikpyetje që nuk është letra e drejtuar nga babgjyshi? Po përgatitet për tik nga shteti shqiptar. Pas 2 vitesh vdes në burgun e Shkodrës. Ta përcjell edhe në vdekje është një sakrificë dhe nuk u bë mund me gjetja jashtë e tij kurrë. Që vjen një letër nga babgjyshi se ajo është gjallë, si ka qenë për ju si familje? Ne kem letra që ka shkruar gjyshi. Largohet nga Shqipëria dhe për 3-4 vite nuk e din se washt. Edhe letrat ka shkruajt në emër të vajzës madhe që është e martuar në fshatin pas. Kanë qenë njerëz të caktuar të cilët kanë ditë me shkruaj. Po, shumë i gëzuar. Është gëzuar aq shumë sa thotë sikur më pa ardhur në shtëpi, ku është më i gjallë. Aty kalon natën dhe futet në tokën e Kosovës ose tokën e Jugosllavisë, si quhet atë. Po gjyshi nuk ka ditë me shkruaj, ka shkruar dikush tjetër? Ky gjyshi nuk ka ditë me shkruajt, ka jetuar në familjen e Rustemit. Ka ndalë lot, aty edhe mu se ishte një diçka shumë e padëgjuar. Bie në kontakt me gazetar, me Blendi Fenziun. Kështu bëhet kontakti i parë, Ilmir Rustemi nga Nevelani i Voshtrisë. Edhe pse ka kalu gjithçka, ai kishte një respekt të jashtëzakonshëm për juve si familje. Rreth 30 vite s'kem ditë gjallë. Do të thotë 10 vite, 2 vite në kamp edhe 8 vite të familja Rustemi. As ka jetuar ai. Vu edhe flamurin, amanetin e tij tek vorri dhe jemi nisë për Shqipëri. Të paktën ta dini ku e ka babgjyshi varrin në Kosovë. Pas 45 vitesh, eshtat e tij rikthehen në vendin në varrezat e fshatit vet. Janë ardhur me ne në Shqipëri për ta çuar deri në varrezën e vet. Keni qenë një ekip madhështore edhe me gazetarë. Domethënë e kanë kryer amanetin deri në fund. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19 vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube Rrëfim Jete me Baki Zeqiri. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se po takohemi edhe në këtë javë në emisionin Rrëfim Jete. Edhe sonte do të jemi së bashku në këtë studio duke ndarë tek ju një rrëfim shumë të veçantë. Fillimisht deshta që falenderoj të gjithë juve të cilët jeni pjesë të emisionit Rrëfim Jete dhe një përshëndetje dhe një falënderim i veçantë shkon për të gjithë diasporën, të cilët janë të shumë dhe na shikojnë në emisionin Rrëfim Jete. Andaj të gjithë ju të cilët keni ndonjë rrëfim të veçantë të jetës tuaj apo një kërkim falje, një falënderim, mund të na shkruani në rrjetet tona sociale dhe mund të jeni pjesë e emisionit Rrëfim Jete, rrëfimin tuaj ta ndani në këtë studio me ne dhe me shikuesit tanë. Sonte kemi nderin dhe kënaqësinë në këtë studio që ta kemi një musafir nga Tropoja e Shqipërisë, i cili ka ardhur enkas për të rrëfyer për një histori e cila ka ndodhur shumë vite më parë. Bëhet fjalë për babgjyshin e tij, për plot e 4 vite nuk e kanë ditur a është i gjallë, a i vdekun, a ku ndodhet. Pas 4 vite kur familja mendoi që gjithçka ka marrë fund dhe nuk dihet për të asgjë, i erdhi një letër nga babgjyshi i tij duke thënë se unë jam në Kosovë, në fshatin në Volan, komuna e Voshtrisë tek familja Rustemi. Për një periudhë gjyshi i tij dërgoi letra vazhdimisht familjes duke i thënë se unë jam mirë dhe ndodhem tek familja Rustemi, ku qëndroj për plot e 8 vite derisa ndroi jetë.
dhe kur ndrëjet familja Rustemi e varrosën tek varresat e familjes së tyre, duke e trajtuar formën më të mirë, duke e quajtur pjesë të familjes të pandashme. Ndërsa Indjeri e kishte lënë amanet që të rivarroset dhe të dërgohet në varresat e familjes së tij në Tropoj. Ndërsa familja Rustemi vazhdimisht bëri përpjekje që të bie në kontakt me familjen e tij që amanetin e tij ta dërgojnë në vend. Pas sa vite, dy familjet ranë kontakt me ndihmën e gazetarit Blendi Fevzio dhe të Ndjerin e rivarrosën dhe me krejt ashtu si ka kërkuar që të kryet ceremonia e rivarrimit, ata e përfunduan. Sonte vjen Agim Sylaj në këtë studio për të rrëfyer për gjyshin e tij dhe për këtë histori të jashtëzakonshme dhe një falënderim të jashtëzakonshëm familjes Rustemi nga fshati Novolan, komuna e Vushtrisë. Andaj qëndroni me ne dhe ndiqeni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm. Me ne dhe me ju sonte në studio Agim Sylaj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Kënaqësi që të kemi në studio në emisionit Rrëfim Jete, me qenë se rrëfimi juaj e kemi biseduar pothuajse një vit më herët për me qenë pjesë e kësaj studio, duke dëgjuar një rrëfim mjaft interesant, një rrëfim të pa dëgjuar më parë, me qenë se këto rrëfime duhet të dëgjohen edhe në televizione, të transmetohen për shkak se janë rrëfime të veçanta, po megjithatë unë e vlerësoj shumë ardhjen tuaj nga Tropoja në studion e emisionit tonë. Faleminderit dhe mirë se gjeta. Unë quhem Agim Sylaj nga Tropoja, Shqipërisë, ose si thirrët dyshi Marcia e Gjakovës. Tropoja. Dhe për të rrëfyer dhe për të treguar një histori të gjyshit tim, i cili u largu nga Shqipëria, nga regjimi komunist pas lufte, dhe një ngjarje e vjetër, por me domethënie të mëdha. Dhe ku tregohet që ka pas njerëz mirë në atë kohë, bujar, për shumë, edhe do të ketë gjithmonë njerëz të mirë, dhe familje të mira dhe të nderuara. Gjyshi në vitin me 20 qershor të vitit 1949 u largu nga Shqipëria, duke u përgjekur dhe në momentet e fundit kur do arrestohej, kishin shku 2 policë për të arrestuar në oborrin e shtëpisë, ata i la duke pritur aty. U sa babës tim i tha që thuju policëve të rrin aty se po vi për pak ku po vi. Edhe na aty në rrugën dhe del në bjeshkët e Shqipërisë, në Koshëticë, nga aty kalon natën dhe futet në tokën e Kosovës ose tokën e Jugosllavisë si quhej atëherë. Nga aty arrestohet të nesër masestit, nuk dihet sakt kështu bo puna e dorëzimit tina, se nuk kishte dëshmitar, ishte i vetëm. Edhe shteti Jugosllav e çon në kampin ku ishtin emigrant në Galicë të Vushtrisë, ose si quhet myshi atëherë, të Vučitrës. Aty gjyshi jeton rreth 2 vite në kamp. Pasi një jetë me një familje, me një burr të Nevelanit, nga fshati Nevelan, Rustemi, pasi bisedojnë bashkë në Vushtri, takoheshin të pazari, nga je nga Shqipëria, a ke familje, kam familje, po jam larguar nga regjimi. Edhe, kështu që duke u njohur, duke pirë një kafe bashkë, ata banë shoh. Mbas disa ditësh, Rustemi merr e çon familje, e çon shtëpi, e pret, e përcjell. Shkon te gjyshi i natë, 2 net shkon te ku ishte te kampi, edhe filloi të shkput nga kampi. Për rreth 8 vite, gjyshi jetoi në familjen e Rustemit.
Fshatit në Volan, Fshatit në Volan, komuna Vushtri. Aty ishte Rëstemi ishte me vëllezër e tjerë. Ishte baba i Rëstemit, Harullahi. Ishin djemt, kishte familja e vet. Mirë po gjyshin e trajtuan në mënyrën më të mirë nga që ishte edhe i vetëm, nga që kishte e dini si ka lënë familje, ka lënë Shqipëri njerëzit. Pas ikjes së gjyshit, ditën që largohet gjyshi me 20 qershor të vitit 1949, familja jonë merr një ndryshim të madh, ose ka lënë në ata armik të popullit, armik i komunizmit, armik i regjimit, dhe në vitet 1948, ku mbyllet Kosova, vendoset kufiri me Kosovën, se në atë vit u mbyll. Gjyshi e pa që nuk po vjen një sistem shumë i egër në Shqipëri, një sistem komunist, i cili e tha, thoshte se po futem në një sistem stalinist, ku gjithçka do jetë kolektive dhe asgjë s'do ketë individuale. Do jetë kolektive, nuk ka më individ. Atër, me mbylljen e kufirit edhe me shkpuqjen e Kosovës, ose Gjakovës, që bëjtë ke pazare, u larguan nga Shqipëria. Duke e pa që po arrestuar. Pasi nipi tina, Zog Abdyl Sylaj, ishte arrestuar në vitin 1945, 46 e u arrestu ky, pasi u prish me titën Shqipëria, ose shteti i Shqipërisë me Enver Hoxha, diktatorin më të madh të Europës, përveç të tjerit, edhe aty kush nipi i tina ishte njëri me shkollë, kishte marrur një shkollë për oficerë në Titograd, mbronte 2 gjotullat në atë kohë. Pra arrestimi e tina u vun shumë forca në dispozicion, ajo u kap në malet e në sarsit e Tropojës, bashkë me Koçak që ishin në atë kohë, u qunin Koçak, ishin dalë hapta stratar të komunizmit, edhe arrestohet pas shumë kërkimesh, dënohet me 20 vite burg dhe 15 vite internim pas burgut. Ai kishte bani 15 vite burg, bani edhe 5 vite internim, dhe kështu që kur doli, jetoi shumë pak dhe vdes. Ose gjyshem ishte një familje shumë patriotike. Ishte familje adhedarse, ku nipi i djali i vllaut mori pushkën, dolin për të luftuar kundër armiqve italianëve bashkë. Hamez Abdyl Sylaj, djali i vllait të gjyshit, të Xhepit, bashkë me një fshatar aty tonin, Jet Arif Nakaj, dalin kolonës përpara, i shkaktojnë shumë humje, që ishin një luftë gurile, vritet një piti, në 7 prill të vitit 1941. Kurse ky shoku që ishte me ta, jetën i plagosur ran, jetën deri në vitet 70-71 më duket, edhe vdes, po i plagosur rreth 30 vite me plag, të marrë nga lufta. Pra ishin një familje që luftonin edhe për atë dheun, i cili nuk u njoft as ky dëshmor. Ishte dëshmor dha jetën për atë dheun, në luftën nacionale shqiptare, dhe në vitin 1972-3 u bën e mundur shpallja e atij dëshmor. Nga që ishim një familje e përsekutuar, një familje të cilën na cilësua me emrin Kulak, pas ikjes së gjyshit, e mora edhe një shkallë më të ofenduese, edhe nuk e shpall një dëshmor, për hir që ishim një familje, edhe janë familje e përsekutuar dhe dëshmorë këta.
u bon vitet 72-73 duket, u bon zhvarrosja e eshtave nga fshati, edhe dërgohet në varrezat e dëshmorëve ku janë të vendosur në Bransër. Edhe shpallë dëshmor i kombit, Hamer Zabdil Sylaj. Gjyshi u largua nga Shqipëria vetëm për arsye se do arrestonin pas një viti. Mas 2 vitesh që largohet gjyshi nga Shqipëria, fiks mas 2 vitesh, në vitin 1951, arrestohet vllai i tij me motivacionin përgatitje për dërsetim nga shteti shqiptar, përgatitje për dhe duke ndihmuar kaçakt ose kundërshtar të regjimit, duke i furnizuar me bukë, ka lidhje me bandat, po përgatitet për tik nga shteti shqiptar. Me të ndodh 20 vite burg, në burgun e Shkodrës, dhe rreth 2 vite bën burg, pas 2 vitesh vdes në burgun e Shkodrës, në vitin 51 arrestohet, në vitin 53 vdes në burgun e Shkodrës dhe ishte dënuar 20 vite dhe 5 vite kishte marrë pa të drejtë kundërshtimi, pa të drejtë apelimi. Pastaj ai varroset në burgun në Zallën e Kirit, ku është një lum në Shkodër, i cili ka lujt disa shtratin e tij, bashkë me shumë të burgosur tjerë dhe të vdekur në burgun ku janë varros këta, nuk u bëha mund me gjetja e eshtrave të tij kurrë. Me gjitha ndërhyrjet, sepse shtati i lumit kishte lëviz rreth më herë, lumi i Kirit në Shkodër është një lum i madh. Kështu që filluan traumat e mëdha për familjen tonë, pas ikjes gjyshit dhe arrestimit një për tij. Agim, do kthehem këtu në momentin kur dul gjyshi nga shtëpia. Çfarë mendoje ku ka ik edhe për sa kohë nuk e keni ditë a është i gjallë, a është i vdekur apo ku ndodhet? Gjyshi u largua nga shtëpia e jon duke lënë gruan shtatzan dhe lanë 3 djemë dhe një vajzë të vogël, kurse vajza e madhe ishte martuar vetëm me vajza e madhe ishte martuar me Aisha në atë kohë. Ai është. Gjyshi largohet nga Shqipëria dhe për 3-4 vite nuk e din se ku është. Ti kush thoshte ka ikur nga Shqipëria, po se ku ka shkuar, edhe nuk kishin marrëdhënie, nuk kishin kontakt, absolutisht. Po gjatë këtyre viteve, çfarë mendojshet? Keni menduar që është i gjallë apo i vdekur? Baba në atë kohë mendonte, thoshte nëse kanë zënë kufi, kanë vrarë. Se po të zoshin kufi duke ik, ata edhe të vëshin, ose të arrestonin. Për arrestimin nuk dihet gjë, për vrasjen nuk i dihet, kështu që nuk u bë i gjallë. Pas 3-4 vitesh, gjyshi ka shkruajt letër. Edhe letrat ka shkruajt në emër të vajzës madhe, që ishte martuar në fshatin pas, komuna Tropoj, Aisha, e cila ai ka menduar që familja e tij është internuar, nuk është më aty. Nuk i shkon letra, nuk i shkon në komandres më për ta. Ka qenë arsyeja që ka dërguar në emër të vajzës. Gjitha letrat janë dërguar në emër të vajzës e madhja. Edhe gjitha letrat që kanë ardhur, ne kem letra që ka shkruajtur gjyshi. Gjyshi i ka fol për shkruajt, i ka shkruajt tjetër kush që nuk ka ditë këtë me shkruajt dhe me lexuar në atë kohë. Kanë qenë njerëz të caktuar të cilët kanë ditë me shkruajt. Po, kanë qenë njerëz emigrantë të cilët kanë ditë me shkruajt. Një ndër ta për shembull është Bra Ali Hoxha i Lurës, fshati i Lurës i Tropojës, i cili ka qenë moshëre në atë kohë në kamp dhe ka ditë me shkruajt dhe me lexuar. Ai shumë letra janë ardhur në fund, këtë letër e shkreu Bra Ali Hoxha i Lurës. Kanë ardhur njoftimet e para, letrat e para që baba është gjallë. Se ku qysh tek dhe të ndodhet në kampin në Galici, në arën e Vuçit të Erën të Jugosllavisë quajtur. Aty është marrë vesh si është i gjallë.
Se pret si familje një letër të tillë kur 4 vite nuk dini asnjë informacion për babgjyshin edhe që vjen një letër nga babgjyshi se ajo është gjallë. Si ka qenë për ju si familje? Baba, pavarësisht se kishte humbë babajnë, kishte mërzin dhe kishte diçka që nuk e kishte ma babajnë, ma, të shlagojte që të humbin robi gjallë. Edhe mos desh fare për të. Është shumë i gëzuar, është gëzuar aq shumë sa thot sikur më pa ardhur në shtëpi ku është bë i gjallë, ku e ke marrë vesh diku po jetoj ka. Meqense ka qenë situata në atë kohë e tillë, a ka pas asnjë pikpyetje që nuk është letra e drejtuar nga babgjyshi? Edhe ka pas ndoshta dyshime me kriju, po nga që pytke në letër, pytke për të madhin për të voglin, e pytke për gjithë anëtarët e familjes. Si është ky? Ai t'jep ke me shpjeguar sikur letra është fol nga ai person. Se i njeh ke i pytke për gjithë fëmijën. Po gjyshi nuk ka ditë me shkru, ka shkruar dikush tjetër? Ky gjyshi nuk ka ditë me shkruajt. Gjyshi ka në atë kohë gjyshi e ka shkruajt letrën, e ka shkruajt një tjetër. Po. Edhe ai ka postuar në emër të Aishës në vajzës madhe. Vajza madhe ka pa kontakti me fëmijë, pasi i ku gjyshi, pasi ka shteti i mori familjen tonë, për ta përsekutuar më shumë. Babajnë e mori 14 vjeç dhe hallën time bashkë me motë, do të thonë babën dhe hallën i mori 12 vjeçare më halla, i treguan në kampin e Tepelens, ku ishte një kamp i ndërtuar nga Italia, qysh në kohë e Italisë, ishte një kamp shfaras, ku shumë njerëz kanë hyrë ta dhe nuk kanë dalë. Baba me hallën jetuan nga qershori i vitit 1949 deri në vitin 1953, kur u mbyll kampi i Tepelens. U mbyll krejt si kampaj, dhe të internuarit i shpërndan dhe për Berat, në Lushnjë, në Savër, i shpërndan dhe për gjithë Shqipërinë. Babën dhe hallën në atë kohë i çojnë në shtëpi. Në mbylljen e kampit të Tepelens, kthehen te familja. Ku kthehen te familja ishte përsekutuar në mënyrë më të keqe. Kishte sekustruar shteti Lop, Dhan, kishte sekustruar Blet, si kishte gjyshi, Derzem, kishte mbyll gjysën e shtëpisë me vulë. Se kishte vulos dhomat që mos të hynë kush në këtë dhomë. Ishte në vulat, se këtu kanaj armiku i popullit. Shtëpia ka qenë 2 kaqe e gjyshit, shtëpia e vllajt gjyshit ka qenë 3 kaqe, një ndër kullat më të vjetra dhe më të mira në atë kohë, e cila ishte rradha në fshat, kishte një 2 familje tjera, kulla 3 kaqe, si u quhen atëherë, se kullat numërohen me gishta. Nuk kishte gjithkush kull në atë kohë. Familje të caktuara. Ja, dikush ishte edhe kasolle, dikush kishte edhe familje, siç është familje e Jonç, kishte një shtëpi 2 kaqe, një kull edhe një 3 kaqe. Kishte aty edhe tjerë, për shembull kishte Ram Jakupi, Sylaj, kishte një kull 3 kaqe, po ishin 2-3 kulla në fshat, s'kishte më. Megjithatë, pas largimit të gjyshit, në mas 3-4 vite që thash, e marrim njoftimin e parë që bëhet i gjallë në rrugë. Gjyshi ka jetuar deri në vitin 60. Për 8 vite, rreth 8 vite, ka jetuar në familjen e Rostemit, të baba i Ilmir Rostemit, të baba i Gani Rostemit, Recep Rostemit, i cili Recepi, djali Rostemin nga Novelani, fshati Novelani Vështërisë, i kanë vënë dhe emrin Recep për hir të shqiptarit që dha e këtu, për hir një burri të lartë dhe burri mirë,
dhe i kanë trashëguar emrin dhe sot i kësaj dite jeton në Velan, jeton në Voshtri Rexhepi, e ka emrin Rexhep. I trashëguar nga gjyshi im Rexhep Qerim Sylaj. Kjo do të thotë që ju boni familje tamam. Se unë kam pas rastin që ta pi një kafe me Ilme Rustemin, ma ka tregu si histori, edhe gjatë bisedës, kur ne po e zhvillojmë edhe po e tregon këtë ngjarje, ka qenë shumë emocional edhe i ka ndalë lot. Ati edhe mu se ishte një diçka shumë e padëgjum, të jeton në 8 vite një person edhe të bëhet pjesë e një familje, edhe me thonë drejtën është një familje me zemër të madhe se për 8 vite ta mban, edhe ta përcjell edhe në vdekje është një sakrificë edhe thjesht edhe pse ka kalu gjithçka, ai kishte një respekt të jashtëzakonshëm për juve si familje, e pikërisht edhe për të ndjerin i cili tashmë nuk është në mesin ton. Por kur ju erdhë letra e parë, keni bo përpjekje, keni pas mundësi që ta ktheni letrën ju? Letrat që kanë ardhur nga gjyshi, gjitha letrat kanë ardhur të hapura nga sigurimi i shtetit. Asnjë letër nuk është ardhur e mbyllur. Të gjitha u kontrollonin, u lexonin, pastaj u dorëzoi marsit. Ne në atë kohë pasi babai u kthye nga internimi, nuk kishte mundësi, nuk kishte adresa të shkruante se nga ku t'ja dorëzoj, ku t'ja çoj një letër babës. S'keni pas adresë? Nuk kishim adresë, nuk kishte kontakt babai. Nuk kishte si ku ja çon. Ky poston të letrat, vetëm e merr filani. Edhe mëna thoshte ndodhen filan vend. Babai nga që ishte kthyer nga internimi, kishte frikë të komunikoj, kështu ishte ndaluar të marrësh të komunikosh me pjesën e emigrantëve që kanë ikur nga Shqipëria. Kjo është merit, është për ne jemi mirënjohës për familjen e Rustemit, Rullahit e gjithë atyne, që familja ta kanë qenë një familje bashkë. Ne jemi mirënjohës sepse ata kanë bërë një përpjekje për të gjithë familjen e Rexhepit. Edhe kontakti, ne kena pas kontakt, jena interesuar nëpërmes Asgon Arif Mataj, i cili nga ky kamp këtu, iku në Amerikë. Jetoj disa vite, në vitet 90 me hyrje e demokracisë, u kthye në dhe, jetoj, tha, une, po qemi lirë, po qetë Kosova lirë, une di me shku ku kena jetuar në kampin e Galicë, në Vučićer. E di me shku. Mirë po, ai ishte moshe vjetër, njëndër, domethënë, edhe ky u nda nga jeta, pa u shliru Kosova. Ne fillun për na hupin dëshmitarët. Përpjekjet tona ishin, po ne fillun të na ik dëshmitarët, të vdek, pa u shliruar. Në shtërimin e Kosovës, në vitin 2000, bëhen përpjekje për ta gjetë, po më shpejt interesohet në Lezhë Ilmir Rustemi. Bie në kontakt me gazetarë, Blendi Ferziun, në Shatarbanën, e pi një kafe me ta edhe ja u tregon rastin. Ata thonë që ti mundesh me ecit në televizor, si njoftim, se kush është ke familje, se ky mante vetëm 2 emra men. Emrin e babës tim Sadri Sylaj, edhe Aisha, 2 fëmijëve të mëdhaj. Të katë e tjerëve nuk kishte djeni, si kanë emra ata. Aty bëhet, Elmia bën një përpjekje dhe bie në kontakt me një fshatar tonin, të fisit ton, në Lezhë, i cili punonte dhe jetonte në Lezhë në atë kohë, Musli Shaban Hoxha. Muslia ishte në atë kohë rreth 60-ave. I thonë që është një tropajan këtu, edhe takohet. Kur takohet me Elmin, e pyeta, i thotë, kështu kena pas një person
nga Shqipëria, Recep Sylla e ka baqujt. Ai ka lanë atje Sadri, i thonë djalit, edhe ky Muslia i thot, unë e një thot familjen. Si ka mundësi thot në jetë, thot unë e një. E një familjen dhe e di rastin ku ka ikë Recep Sylla nga Shqipëria, e di rastin ku është internuar djali i tij, 14 vjeçar është shku në internim. Gjithçka që ishte me shku një fëmijë në internim ishte i bëjke opinion gjithkujt në atë kohë. Edhe familja joni ishte përsekutuar, e vujtur nga shteti, ishte kulak, na njofshin gjithë si armiqtë popullit. Kështu bëhet kontakti i parë, Ilmir Rustemi nga Novelani i Vushtrisë, bie në kontakt me familjen tonë. Vjen Musli Shaban Hoxha të shtëpia jonë, rren një natë aty, të nesërmen me babën, edhe i kishte lënë numrin e telefonit. Ilmir Rustemi takohen në Prishtinë të stacionit autobusave. Aty i marrin babën, atë ku shërin të shokën të vllaznisë tonë, edhe vinë në Novelan, te familja ku ka jetuar gjyshi. I tregojnë shtëpinë ku ka jetuar, pavarësisht ishte djeg nga lufta, ishin djeg ato shtëpiat e vjetra, edhe i çojnë te Varrezë, pasi po shojnë pak në shtëpi, i thonë tash do shkojmë te varri i babës tanë, te Varrezat e fshatit Novelan, ku e çojnë te varri që ishte varrosur karshi baba e tyre, të Rustemit, të vëllait. Domethënë ishte edhe te varret i kishin varros afër familjes tyre. Kjo ndodh në vitin 2003. Agim, para se të kalojmë te varresat, po më intereson babgjyshi vazhdimisht ju ka shkruajtur letra, edhe pastaj ai pas dikun 7 vite, 8 vite ka ndru jetë. Këtë kohën kur ai ndroi jetë, ju nuk keni pas kurfar komunikime. Për herë të parë e kuptuat se babgjyshi ka ndruar jetë kur keni takuar Ilmir Rustemin? Ne gjatë periudhës ai ka vdekur në vitin 1960, gjyshi. Pas 8 vite që jetoi në këtë familje. Ai 10 vite jetoi këtë në Kosovë. 2 vite në kamp, dhe rreth 8 vite në fshatin Novelan, të kjo familje e Rustem Rustemit. Do të thotë 10 vite, 2 vite në kamp edhe 8 vite të familja Rustemit. As ka jetuar ai. Mirë, po na kontaktin e parë që i ka jetuar në Kosovë, dhe kemi marrë vesh kur ka ardhur nga Amerika në demokraci, fillim demokracisë, Asgon Arif Mataj, një fshatari joni, kërshi joni, që kishte jetuar me ta, dhe ai ishte larguar nga Jugoslavia atë kohë, kishte kërkuar me ikë në Amerikë, kurse gjyshi nuk ka tentuar me ikë në asnjë vend. Ka ndaj këtu në Kosovë. Nuk kërkojnë të me ikë kurkun. Kurse ne e kemi marrë vesh në ardhjen e tij nga Amerika, në ardhjen e Brali Hors, që u kthye në dhej nga Amerika dhe ai, mërgjimtarëve që ishin në atë kohë, brezë e tyre, që ishin ikë nga Shqipëria, ne e morëm vesh si ai ka vdek, dhe po t'ishte Kosova e lirë, ne di me shkua te kampi, di me shkua te familja, se kur është bërë varrimi i gjyshit, është njoftua edhe shokët e tij te kampi, ku ishin ata. Dhe ka marrë pjesë edhe ata shqiptarët e Shqipërisë në përcjelljen në varrezat e Novelanit, që u përcjell gjyshi. Ka marrë pjesë në ceremoninë, edhe emigrant tjerë. Ne pa të marrë vesh në fillim të demokracisë, po i takon kjo punë rreth 30 vite s'kem ditë gjahëç. Nga 60-ta deri në 90-ën. Pa kishit dyshime se ai ka ndru jetë me qenë se ma letra nuk kanë ardhur nga gjyshi. Po nuk e dishim ku mund të kenë ikë nëpër botë. Nuk e dishim sikur. Me ardhjen e këtyre shokëve që erdhën nga Amerika, dy persona sidomos që ishin baza e orientimit, këta na orientuan se baba i than babës tim, ka jetuar në filan vend, është varros në filan vend, dhe ka jetuar një familje që ne kemi jetuar në kamp, ai ka jetuar një familje që e kanë mbajt shqiptarët e një fshati në Vushtri. Pastaj
Ne hym edhe aty mbrapa e morën vesh që gjyshi ka vdek në Kosovë, nuk ka ikë në asnjë Nga vend kush tjetër. e mori të vesh? Po i morën vesh nga Asgana i Thmataj, që erdhi nga Amerika. Morën vesh nga si gjyshi ka vdek në vitin 1960, është varros edhe se ka marrë pjesë në varrimin e tij ai. Ka marrë pjesë në varrim. Ka marrë pjesë emigrant edhe tjerë që kanë qenë nga Tropoja. Do të Nga thotë nuk Shqipëria. ka qenë lajmi nga Ilmia Lajmi nga Ilmia- babgjyshe i ka ndruje. Lajmi nga Almia ka qenë më vonë që është interesuar për të gjetë. Ky nuk e dinte se ne kemi marrë vesh që kanë ardhur tjerë dhe kanë thënë që gjyshi se baba juaj është i varrosur në Filavan. Po në momentin që e kuptuat ju se veç ka ndru jetë, keni bërë përpjekje pastaj që... Kemi mas çlimit të Kosovës, kemi bërë përpjekje. Kemi bërë përpjekje për ta gjetë. Po dëshmitarët tonë, të dy këta dëshmitarë që kanë qenë me ta, të dy këta dëshmitarë që kanë marrë pjesë në varrimin e tij, të dy që kanë njohur familjen e Rustemit, këtë dy nga mosha që ishin madhore, këta patën vdek, para se shlirohet Kosova. Ama na ngelem këna mjet pa një orientues, pa një drejtues me prunë në Vushtëri, Filavan. Po. Atë fillojnë përpjekje e familjes të Davelanit, Rustemit, fillojnë përpjekjet e këtyre për të kërkuar familja atij shqiptare që ka ndajnë shtëpi tyne. Edhe nga këtu fillon atë në Lezhë ajo. Ilmir Rustemi ishte në plazhin e Lezhës, në periudhën e verës, edhe nga këtu është lidh me atë ushtërinë tonë, po dhe ka vazhduar njohja, ka vazhduar lidhja. Si ishte për juve kur veç rad në kontakt me familjen Rustemi edhe të paktën ta dini ku e ka babgjyshi varrin në Kosovë? Po ishte, shiko, ai ishte një moment i shumë i gëzueshëm. Nuk është moment i gëzueshëm si ke gjetë robën e vdekur, po është një moment i gëzueshëm se baba e dinte ku ka varrin e babës. Baba e dinte dhe kishte njerëz dëshmitar që kishte dhënë me ta. E kishin varrosur, e kishin përcjell në mënyrën më të mirë mas sikur një mashkull të shtëpisë. Babën gjyshin time kanë trajtuar dhe e kanë vlerësuar shumë familja e Rustemit, familja në Velan. E kanë respektuar se çdo dek, çdo tasëm, ku është thirrja e familje, gjyshem o kanë i pari, e kanë vënë para në flamur, si në dasëm, si në dek, ai ka pri. E kanë respektuar dhe kjo është faktike. Unë e kam jetuar dhe kam nana e Elmisë ka qenë 95 vjeçare, ka jetuar rreth 5 vite mas që jemi takuar me këtë familje. Ajo na ka shpjeguar gjitha ato çka ka ditë për jetën e tij, si ka ndaj, ku ka shkuar, ku ka ardhur, si kanë trajtuar mashkujt e kësaj shtëpie, edhe si u vlerësuar puna e tij, edhe na ka treguar një dëshmitar i gjallë. Për një ishte gëzim. Si ishte kontakti i parë me familjen Rustemi kur erdhë në komunën e Vushtres, në fshatin Novolan? Si ishte kontakti, me qenë se për juve ishte një familje e panjohur, po megjithatë ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm sa i përket babgjyshit tuaj. Si ishte ai komunikimi i parë me familjen Rustemi? Fillimisht pa të ardhur baba me atë fshatarin ose atë vllaznisë tonë, atë Musli Shaban, si u takua Elmia në Lezhë me ta. Fillimisht kanë ardhur vetëm të dy. Herën tjetër kam ardhur dhe unë me babën, vetëm ne dy. Po u prezantuam, u njoftëm dhe kishte shumë tipare që u përputhshin pa çugat. Pa një historikë fill. Se me njëherë gjatë muhabetit për tregimin e Shqipërisë, si e kanë gjendë atje, si e kanë këtu, edhe me letrat tona që ka dërguar, domethënë u bë e mundën e këtë zbulimi i tina. Atë familja në Velanit, kjo familje e nderuar, e respektuar, ne jemi mirënjohës për atë familje, të cilët kontribuan për nxjerrjen e jashtrave. Në vitin 2004, me datën 8 maj 2004,
ne e bojmë mundur zhvarrosjen e shtrave këtu dhe rivarrosjen e fshatin e vet, ku e kishte lënë amanet për zgjalli, kur do të kthehem në Shqipëri, amanet për ja lënë me mëqu me flamur, ku qesi. Edhe Do të thotë e kalon amanet që pa tjetër mu rivarros. Amanet, kur do të kthehem i gjallë në Shqipëri, sa nuk e mendoj se kur si kthehet i gjallë, mirë po e ka kuptuar se ai në Shqipëri s'kan më, se e dinte çfarë regjimi, çfarë burgu e pret në Shqipëri, edhe thot amanet do më çoni me flamurin kuqezi. Edhe këtu kemi ardhur në vështri, kemi bler flamurin, ja kemi vu, të cilën ja kemi edhe fotot që e bën në vitin 2004, dhe zhvarrosjen e Ti ktheni nga kamera të shohim edhe të shpjegoni një nga një. Këtu jem në momentin ku kemi ardhur në familjen e Rustem Rustemit. Këtu janë Ilmir Rustemi, Agim Shahini, Gani Rustemi, Beqir Rustemi, Nazmi Rustemi, Sadri Recep Sylaj, i biri i njerit, janë migja em Mal Recep Sylaj, migja tjetër Ali Recep Sylaj, edhe kurse këtu jemi të Varrezat, e fshatit në Velan, ku është familja e Rustem Rustemit, familja Rustemaj bashkë me ne, të cilët e kemi vu edhe flamurin, amanetin e tij tek Vorri dhe jemi nisë për Shqipëri. Këtu është baba jem me familjen e tyre krejt. Janë Nazmi Rustemi, Ilmir Rustemi, Gania, Beqiri, është edhe Musli Hoxha, që mërë pjesë në ai dëshmitari që takuat Ilmir Rustemi me ta në Lezhë. Këtu jemi në oborin tonë, në fshatin, në vendlinje e tij, në fshatin Shumic, ku aty marrin pjesë disa shoqata të veteranëve plus, shoqata e përndjekun e politik, kryetarë bashkie, kryetarë Partisë Demokratike, dhe janë gjitha institucionet që marrin pjesë pas 45 vitesh, eshtat e tij rikthehen në vendin në Varrezat e fshatit vet. Pra, është një kohë gjatë, po një kohë që tregon bujarin, mikpritjen, tregon që ka një familje që ka pas dhimbje, ose dhimbje dhe dëshirë për të një dikon, për ta përkrahur një njeri të vetëm, i cili shumë herë është në arkë kësaj kishte lënë familjen atje, kishte lënë fëmijën e vogël, edhe nuk e dinte as mirë se çfarë mos është marrë për ta atje në Shqipëri. Nuk e dinte se djali i tij i madh, 14 vjeçar, është rrit në kampin e Tepelës. Domethënë ishte njeri shumë i mirë, shumë i aftë, po regjimi e detyroi të largohet për mos më ranë në burg në Shqipëri, u dënua më shumë se vllai i tij, ose se nipi i tij. Megjithatë nuk ishte e lehtë për juve si familje ta bëni një rivarrim pas 45 viteve, me të vërtet e ron, po duke marrë parasysh megjithatë siç e cek edhe ti më parë, një farë forme, një farë lumturie për shkak se të paktën e din ku e ka varrin edhe ta vizitosh varrin e gjyqit. Është shumë e rëndë. Unë bashkë me këta fshatarët në atë rrjetin e familjes të Rustemeve, e kemi nisë lopatën e parë dhe kemi nxjerrë eshtrat mas 45 vitesh. Mirë, për babain e pasha që është i mërzitur, po sa i mërzitur ka qenë shumë i gëzuar që ka gjetë varrin dhe ka marrë varros në vendin e vet, në vendlinjen e tij, ka varros aty ku ka lindh dhe ka jetuar, edhe për ata për një ishte gëzim atë kohë. Sa ka qenë edhe edhnim, ndoshta me ikjen e me largimin e shputjen disa viteve të jetës, por ky ka qenë gëzim për një familjen, të cilën e kemi gjetë, e kemi marrë, e kemi dërguar në vendin e vet.
Megjithatë, familja Rustemi për vitet të tëra tregoi një zemërgjërsi shumë të madhe për gjyshin tuaj, po edhe përcjellja e fundit ishte një përcjellje tamam madhështore, duke ardhur edhe ju nga Shqipëria për me rivaros, gjithashtu edhe ata gjithë njerëzit cilët keni ardhur, është bërë një pritje e jashtëzakonshme. Në datën 8 maj, organizohen pasi kishim lanë se da 2 familjet që do vim atë ditë, vim me 4 makina nga Shqipëria, me kamerën, kemi gjithçka të filmume, i kemi bërë një ceremoni. Keni qenë një ekip madhështore edhe me gazetarë. Kemi qenë me gazetarë, kemi ardhur në familjen e Novelan këtu në Rushtëri. Gani Rustemi ka përgatit drekën, dhe të gjithë kemi hangër drek, nuk na kanë shue. Ne kishim ardhur që të vime të kryjmë punët, të kthehemi atë ditë. Kemi shku te Vorret, kemi nxjerr eshtat të gjyshit, i kemi vendos në arkival, me flamurin kujqesi, makina ishte e përcaktuar për transportin e tyre, dhe bashkë këtyre pjesëtarëve që kishim marrë, të gjithë kemi hangër drek, nuk na, domethënë na kanë prit në mënyrë më të mirë më. Janë ardhur me ne në Shqipëri për ta çuar deri në varrezën e vet. Në vendin e vet ka ardhur Ilmi Rustemi, Gani Rustemi, Beshi Rustemi, edhe Nazmi Rustemi. 4 më shumit, më të vjetrit e kësaj familje, kanë ardhur marrë pjesë 2 ditë, kanë ardhur me datën 8 dhe me datën 9 është bën varrimi në Shqipëri. Domethënë e kanë kryer amanetin deri në fund këta. Po pas ceremonisë së varrimit, ju me familjen Rustemi keni një kontakt, një raport të jashtëzakonshëm, tash sa vite ftoheni në për ahengjet ndryshme, nuk harroheni asnjëherë. Ne me familjen Rustemi nga viti 2003, derisa kemi një kontakt me ta, qoftë me numër telefoni, qoftë me hyrje me dalje. Kena marrë pjesë në dasma të 2 palëve. I kemi ftuar në dasma kur kemi pas në. Na kanë ftuar në dasma kur kanë pas atë familje. Kemi rarë për rast, po marrë dasma se rast e vdekje nuk diskutohet, po inshallah nuk ndodhin shpesh ato. Kemi marrë pjesë në çdo rast që ka pas si për gëzim, si për idhem në familjen e tyre. Kanë ardhur për vizita për shef, kemi ardhur disa herë këtu. Kemi ardhur me babën derisa para 6 vitesh është nda nga jeta baba. Kemi ardhur disa herë me babën. Kemi në Novelan, të kjo familje, kemi takuar gjithë aty u mbledheshin. Ata janë një familje e madhe, po janë një familje e grupume, që kur arshim nga Shqipëria, ta natën e kishim gjithë ata mashkuj, gjithë ata familje aty. Edhe kemi qenë të shtëpia Gani Rustemit në Prishtinë, që ka dhe shtëpinë atje. Kemi qenë të shtëpia e Recepit në Prishtinë, vllajt Ganis. Kanë ardhur ata, domethënë kena hyrje dalje, jemi mirënjohës për ta, nuk e kemi harruar, nuk ja kemi humb. Brezi jon e ka detyrim që tregoj respekt për këtë familje. Megjithatë, Agim, nëse s'ki diçka me shtu për fund, unë të përshëndes, të falenderoj shumë për rrëfimin tuaj kaq emocional që ndave me ne dhe me shikuesit tanë në emisionin Rrëfim Jete. Me të vërtet një rrëfim interesant, një rrëfim i padëgjuar më parë. Besoj që këto rrëfime do të me pas sa ma shumë rrëfime të tilla për shkak se gjeneratat e reja mos mi harrua edhe thjesht me tregua që Kosova dhe Shqipëria janë një gjithmonë. Ishte kënaqësi edhe për mua të shprehem ose të tregoj një histori ashtë e vjetër, po histori e gjyshit tim, të tregoj edhe një histori që ka pas njerëz shumë mirë. Ne shqiptarë kemi qenë dhe gjyshi im nuk u largue, thoshte në Kosovë do rri. Nuk kishte mundësi të largohej në Amerikë, sikur gjithë tjerët. Emigrantët e shumt u larguan një nga një. Kërkonin dhe Jugosllavia në atë kohë i çonte në shumë vende ku deshin. Po duhet të tregoj edhe një mirënjohje për këtë familje. Nuk duhet
Nuk duhet që t'ja hupi vlerat. Familje shqiptare, në shqiptarë jemi edhe na. Një lloj. Si Shqipëni, si për Kosovë, ne jemi shqiptarë. Mirë po, për këtë familje kemi një respekt veçantë, edhe duhet të tregoj diku që ka familje të mira, ka familje bujare, ka din të respektojnë ditë ngushta, po ne kemi respekt dhe jemi mirë njohës për komplet familjen e Rostema. Nuk bëhet laf kjo, mu më pengon kjo që bëhet ky dallimi nga disa persona të caktuar Kosovë-Shqipëri. Unë besoj që jemi një, për shkak se edhe kur ishte lufta në Kosovë, dyert ishin të hapme gjithë Shqipërinë për gjithë neve të Kosovës, po njëkohësisht edhe kur ishte tërmeti në Shqipëri, Kosova besoj që të njëjtin gjë e kanë bë. Edhe thjesht unë besoj edhe dua me një fjalë Kosovë-Shqipëri janë një. Nuk du të bëjmë dallime në asnjë mënyrë. Unë nuk e gjaj fjalën që të ndaj Kosovë e Shqipërisë. Nuk kam fjalë si e ndaj. Nuk kam atë diferencën si mund të ndaj. Sepse ne si tropoj thirremi faktike Mallësia e Gjakovës. Ka që Mallësia e Gjakovës, ne jem kanë të Kosovës, ne jem shqiptarë. Edhe pazar dhe gjitha i kemi banë në Gjakovë, shkojmë e vim, kemi dhanë kontributin sa do pak në luftë Kosovës, kemi pritë për cilë, musafir, shqiptarë, që kanë ardhë të dëbuar nga regjimi serb. Kemi meritat tona si tropoja, sidomos që ka pritë për cilë gjithë shqiptarët, u qëken e ka majtë thush në plan dorës tropoja. Është interesuar maksimumi për ta. Tropoja është ajo që ka dhënë 35 dëshmori ka tropoja, gjemë tropojës janë, që ka dhënë jetën për shlirimin e Kosovës. Ata për vendin e vetë kanë luftuar, për kombin e vetë. Po, për Kosovën ka dhënë jetën 35 gjemë në Mallësisë Gjakovës. Janë heroj, dëshmor për luftën e tyre. Kemi pritë për cilë familje shqiptare, ditë ngushta, po dhe mua ditë ngushta para 45 vitesh mu kanë gjetë dikur familje të mira. E kjo shqiptarin e lidh gjunha, e lidh zemra, shpirti, toka, gjithçka. Ne jemi një, nuk di të ndaj, nuk gjaj fjalën të ndaj shqiptarët. Agim, edhe njerë të falenderit shumë për rrëfimin tuaj kaq emocional që ndave në këtë studio për ne dhe për shikuesit tonë. E vlerësoj shumë ardhjen tuaj nga tropoja në këtë studio dhe për të ndarë këtë rrëfim kaq personal. Shumë faleminderit nga ju. Me kënaqësi ishte ftesa, ndihem shumë i lumtur që më ftove dhe erdha për të rrëfyer një ngjarje të vjetër por origjinale. Faleminderit shumë edhe njerë. Shumë faleminderit nga ju. Të dashur miq, këtu po e përmbyllëm emisionin Person të Rrëfim Jete. Ju falenderojmë të gjithëve juve për vëmendjen tuaj e ju vazhdoni të na shkruani në rrjetet tona sociale rrëfimin tuaj që ta bëni pjesë të kësaj studio. Deri në takim tonë të radhës, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.